Programi fizikës në Universitetin e Shkodrës nuk ka asnjë student e regjistruar në vitin e parë. Një gjë të tillë e bëri të ditur rektori i universitetit Tonin Gjuraj gjatë mbledhjes së senatit akademik, ndërsa tha se në total nuk ka rënje të numrit të studentëve dhe se shifra është thuajse e njëjtë me atë të vitit kaluar. Rektori Gjuraj tha se fizika mund të bashkohet me matematikën, ndërsa universiteti do të ketë një reformë dhe ristrukturim të disa fakulteteve, si ai i gjuhëve të huaja me shkencat sociale. Në bachelor, në ciklin e parë, vetëm një program do jetë jo aktiv, programi i fizikës, ndërsa të gjitha programet e tjera ka një numër të mirë studentësh. Me departamentin e fizikës ne do kemi një takim të veçantë edhe me dekanin, edhe me përfaqësues të departamentit të matematikës dhe të informatikës, se si mund të dalim nga kjo gjendje për vitin që vjen, por natyrisht kjo i përket edhe pikës së dytë që do them, që do ndahet bashkë me Senatin dhe me mediat sa i takon një reforme strukturore që do nisë së shpejti në universitet, natyrisht përputhje edhe me strategjinë e profilizimit. Pas fjalës së rektorit Gjuraj, antari i Senatit Gaspar Kokaj zhvilloi një debat duke thënë se administratori i universitetit Admir Ruçi e dha dorëheqjen pak kohë më parë pas presioneve të rektorit. A e ndjeni që në një nga administrata që nga aplikantët që ka aplikuar këtu për administrator ka vrejtje ka ndonjë vrejtje? Tani ju jeni titullar. Jo, je për përgjigje këtu. Jo, nuk është pika dytë. Ju fol jashtë në ditë. Tani na jep përgjigjen të lutem, jepi përgjigjen para Senatit edhe para mediave. Përveç programit të fizikës, edhe deksi matematika, gjuhët e huaja apo shkencat sociale kanë një situatë shqetësuese sa i përket numrit të studentëve në Universitetin e Shkodrës.